Në rast të marrjes së statusit të vendit kandidat edhe pse nuk jep përshtypjen, Ministria e Bujqësisë është një ndër institucionet që duhet të plotësojë një numër të madh kriteresh. Zëvendës ministri i Bujqësisë Ndoc Faslia deklaron se është emergjente ndërhyrja në standardet e prodhimeve bujqësore dhe në infrastrukturën e tregjeve. Fakti është që prodhimi është rritur në këtë vit, qoftë prodhimi bujqësor, qoftë prodhimi blegtoral. Problemi më akut në këto momente do thoya është çështja e standardeve, pra rritja e standardeve të prodhimit, e konkurrueshmërisë së këtij sektori, pra për të qenë në gjendje për të konkurruar me ato produkte që vijnë nga jashtë, për të konkurruar edhe në tregjet rajonale dhe ato europiane, pra ky është problemi numër 1 sot. Natyrisht kjo kërkon të shoqërohet me një infrastrukturë të tërë që ka të bëjë me infrastrukturën e tregjeve, ka të bëjë me infrastrukturën për grumbullim dhe rujtjen e prodhimeve bujqësore. Pra kjo është kryesorja. Rritja e cilësisë, e standardeve dhe e konkurrueshmërisë së këtij. Ndërkohë rikthimin e vëmendjes në këtë sektor, numri 2 i këtij institucioni shpjegon se ka ardhur si rezultat i krizës ekonomike që ka përfshirë botën. Ka më shumë vëmendje ndaj sektorit bujqësor dhe ka më shumë iniciativa për të investuar në këtë sektor, qoftë nga donatorë të ndryshëm, nga programe mbështetje etj. Dhe kjo ka një arsye. Kjo duhet parë në kontekstin e krizës përgjithshme, pra botërore. Duhet parë si një sektor i cili ka rezervat më dha, ka mundësi të mëdha të pashfrytzuara dhe nëse Shqipëria merr statusin e vendit kandidat, bujqësia do të përfitojë shumë grante, të cilat do të kenë si synim zhvillimin rural.